Selin, faljen maje për vete, nuk të pranoj faljen, si që nuk e ke pranu ti, dhe ti do mash përgjithsi para opinionit publik, dhe qofë se tim ke shafen katolike, dhe si pas verzionit tem dhe vokabularit tem, tim ke ofendu mu simbolin e fes katolike që është kryqi kur bëjë be. Unë kërkoj falje, unë me simbolin katolik faljen dhe na kërkosh publiku ti, që se hapet si ben, por e rëndësishme që ti pse heo kryqi, dhe ti nuk është arsye kjo. Jo me simbolin e fes katolike, as me simbolin e asë nuk kam kompetencën më të vogël për tutal apo për ta komentuar. Unë jam as kushe për komentuar fenë dikun. Nuk është rasti im Roger, mos kjo situata nga tema ka delikate që preki njerëz të tjerë. Tani maje për vete. Të lutem shpjegimin tim kjo loja se çat del nga goja jote. Dhe nga goja jote, unë të fola shumë thjesht, po të bjen strategjia dhe ti se din botë se ku po shkon loja dhe ti u acarove dhe nuk është faja jem se të pështon goja ty me budallicet e tuja. Dhe ti s'kesi e vërteton për sa kohë isha vetëm unë dhe ti në dhomë. Nëse Selini ka bërë veprime të patolerueshme dhe të gabueshme, do dalë sot dhe Selini merr dënimin e saj dhe unë mbaj për ty nga gabimet e tuja. Budallicet e tuja këto se vaj më ty. Ja, se thot është fjala ime kundra teje. Atëherë pra ne jemi këtu. Nuk ke nevoj ta mohosh tani. E po, s'kusha mohoj, moj, a je këtu ti, moj. A je këtu. Po pra. S'kusha mohoj, moj. O ju e la rri këtu, dëgjo, dhe dëgjo për të kuptuar. O motër. Dëgjo për të thyti për etika ju mundove me mohu që ti... Dhe tani dole hatas. Ti the do mash përgjithësinë opinion publik. Në qoftë se ti e ke thënë bastim basi pas fati që ai ka bo kryqin, dhe ti ke thënë ti kërti e kryqin. Ku e ti mi u e la bemti, isha ndonë mua. Fen teme. Ku e din ti? Sepse nuk më kap do si lojtar, dhe i vjeni nati, dhe s'kan ku t'kapen ma se loja. Në gjdo lloj mënyre ti nuk ke të drejtë ta thush atë fjalë. Ti as kushtu, asun vetë nuk mund t'ja them atë fjalë. Në rregull, asun vetë. Që jam me asaj feje. S'ka mundësi më që ju doni me. Nuk i them po ti ke qenë ti kryqi. Kur bëj simbolin. Ti ke qenë dorë për dorë me atë, kur ai ka thënë mua që ti s'ke fe dhe s'ke zot. Po ajo ka qenë okay? So unë as nuk e komentova fenë e Rogertit, as nuk e vura para përgjithësisht. Mos të kesh besim në Zot është një drejtë. Ke të drejtë mos të kesh besim në Zot. Je ateiste, s'ke besim në Zot. Jo, nuk jam, nuk thash unë jam ateiste, tha ai s'ke fe në Zot. Ja si e këtë faljen kjo. Ne ka hasim ofendimet. Nuk është e njëjta zonjë. Ti e kryqi nuk është bjerë, o Selin. Nuk mund ta përdorësh si shpjegimin tim Rogertit. Nuk është e njëjta. Adjektiv, ose disi ta them shqiptan. Nuk është e njëjta komparizon. Nuk është e njëjta Selin. Dëgjoje versionin e vërtetë pastaj komentoj. Ti e pohove para. Pohova çfarë? Që ti e ke thënë atë. Fillove duke mohu, tani e pohove. Ti ke thënë atë fjalë Selin, mos e do manipuloj tani, do pyetje koti më. Po ti do marrësh përgjegjësi. Mos e do pyetje koti më vaj. Nuk mjafton kaq shumë ta xhirosh situatën kaq shumë. Kush po e xhiron shumë? Kur bën ne gabime bëhet nami. Po kur bën ti gabime, jo, s'është asnjë gjë. Unë nuk po e komentoj atë situatën. Nuk du ma fare ta hap. Ajo ka no para 2 javësh, në qoftë se ajo gabon në shumë gjëra dhe ajo tregon që nuk ka besim as kërkun, unë mund përnoxojmë si du. Por ama, ajo nuk mund përdosin mu simbolin që ka ju nuk Brikena po gënjen. Po gënjen sepse nuk kanë përdosur simbolin e asnjë feje sepse nuk e kanë bëra simbolin më. Kur bëra simbolin e kryqit dhe po kitja, the o kryqi. Kështu që po gënjen. A the o kryqi më. Absolutisht nuk e bëra simbolin. Sipër gënjesh atë Roger. Është fjala ime kundra teje. Kjo kujton se e mban vllai madh. Simbolin Kjo mendon se vllai madh mbron. Unë për vajzën që je, qysh një fe di që nuk e kështë bërë kur nuk e komentoj sepse nuk e kam kompetencën dhe nuk e kam edukatën për të komentuar besimin e dikujt tjetër se besimin tim e kam shumë të fortë. Është lloj i negativitetit dhe degenerantë që ne kemi do të vetë. Ja, vetëm që ka qenë Bravo që ja thash tu 5 herë. Kaq. Bravo që unë nuk përdor simbolin e asnjë feje. Se bëra kryqin unë për vajzën që je dhe qysh një e di që ti nuk ban hajgarin kësi gjana. Fjala Selin, se të ngova tash, në qofë se kje respekt, tash, për vajzën që je qysh njofën e di që ti nuk bën hajgarin kësi gjana, edhe këtu të besoj që nashta nuk ja ke thonë mënyrë të keqe, amo fjala o kryqe, adin është keqe. Kërkoj falje, nuk e kam pas në atë kontekst, kam edhe thjesht për të thënë që pse po gënjen dhe bën simbolin e kryqit pastaj. Sepse jo më larg se mbrëm,